pastaj shkoi në Kryeministrinë, pastaj nis studimin në Kairo, edhe në fakultetin, pastaj studimin postdiplomike në Usufi, pastaj në doktorat në Kairo, në Azhar, dhe usuar kohën për ta ditur se realisht ka pas një ushtri dhe ka me vetë edhe këtu, në nga që në komandant, dy ushtrive tona, Allah është komplet, nuk është në shtatë duhet përmendur, po realisht në i përgëzoj dhe ato shtatë si ka pas atje, i ka qenë me vetë edhe shumë në respektoj. Respekt dhe për atë se ka nga bashkë me ndërmuarin, dhe fjallë për profesor doktorin, mos i vërgoni për febrat e ti, më hanë si autor të shumë febrave, dhe në përkëthim të jashtëzakonshëm i valon shumë dhe i shifni ose i keni dhe mund i keni në raftet e juaja, libra të dhe si autor edhe si përkëthyes, Allah me ndërojnë kemi deri në profesor në imprentim, në kërësit dhe të që mondit të falenderojnë prezencën tënde, unë e thash për minuta po jo, besoj se që mund të tjerë shumë të dërushëm, e ke fjallë në mundove së ndërë, Allah rëzë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa man ihtada bi hidayatihi ila yawmiddin. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم. Prodhutin e madhruar në Kur'anin të sne ka thënë ata të cilët besojnë dhe veprojnë vepra të mira, për ata është përgatitur xheneti Firdaus, ku do të mbarojnë për gjithmonë. E Zotin e madhruar për këtë vepër të mirë të cilën e keni bërë, këtë xhami të bukur në të vend të cilën e keni ndërtuar, Zoti ju shpërblet me xhenetin Firdaus. O si do të jetë në edhim se Muhamedi alayhi salam në hadith ka thënë, edhe une jam kam zili të gjithë juve, sepse Muhamedi alayhi salam ka thënë dy personave, dy grupe të njerëzve, dy kategorive të njerëzve, gjithmonë duhet me ja pas hasen, duhet me ja pas zili. Ati të cilët do të i ka thënë dituri dhe e shpenzon, e shpërndan, pra e jenë pas dituri e përcjellë të tjerët dhe atyre të cilëve do të i ka thënë pasuri dhe ata shpenzojnë. Te ke fundit në këtë dy çështje ne muslimanët duhet të largojmë. Duhet të gjithojmë, duhet të përshpejtojmë në vepra të mira dhe në shpërndarje të diturisë. Që këtë objekt, këtë kur të cilën e keni ndërtuar, pra marrja prej veprave të mira, për të cilat Zoti i madhëruar ka përgatitur xhenetin Firdaus. E lutim Zotin e madhëruar pra të na shpërblejë të gjithë neve me xhenetin Firdaus në këtë ditë të Ramazanit, me fjalë tjera në këtë natë të Ramazanit, edhe pse lutja në Ramazan është ma e vlefshme se lutja në këto ditë të muajve të tjerë. Si do të tjetë të lezër, pasi që jemi në muaj në Ramazanit, edhe në këtë muaj është lufta e Bedrit, pra të përqendrohet me shumë shkurtati me përshkru ngjarjet e para luftës së Bedrit. Edhe vetëm me përshkru çështjen e luftës së Bedrit, nga e cila luftë duhet ne të marrim mësim, të marrim përbojë, po edhe në të njëjtën kohë të praktikojmë. Sepse Sunneti Muhamedit alayhi salam nuk praktikohet vetëm në çështje personale, por Sunneti Muhamedit alayhi salam praktikohet edhe në çështje shoqërore, pra në shoqërinë në të cilën jetojmë. E dime të gjithë vëllezër se muaji i Ramazanit është muaji i fitoreve. Mi po ne po e përmendni vetëm 3 fitore të muajit të Ramazanit.
apo 3 çështje kryesore të muajit të Ramazanit. Në 1 është pritja e Kur'anit në Ramazan. Në 2 është edhe lufta e Bedrit, me fjalë tjera triumfi në betejën e Bedrit, dhe e treta është çlirimi i Mekës ka ndodhur në Ramazan. Përpos fitoreve të shumta, pra në Ramazan kemi edhe begati për çdo vjet. Begati në Ramazan ka familja, begati në Ramazan ka shoqëria, begati në Ramazan kanë muslimanët në përgjithësi. Kështu që që ka thonë Zoti i Madhëruar, ne e kemi zbrit Kur'anin në muajin e Ramazanit. Dhe në natën e Lejletul Kadrit, e cila natë nuk është saktësisht në 27 të muajit të Ramazanit, por mundet me qenën prej ditës së parë të muajit të Ramazanit, deri në ditën e fundit të muajit të Ramazanit. Mirë, por se gjithë ne duhet të fluktojmë për çdo ditë se cila natë është nata e Lejletul Kadrit. E mundet me qenë nata e Lejletul Kadrit në këtë moment. Dhe në këtë moment vjen Gjibrili musafiri special. Në këtë natë vinë me lartë speciale. Dhe për çka vinë ato në kulli emër, për çdo çështje të cilat e cila në nevojitët në këtë botë, Gjibrili me melekët apo me lartët vinë në tokë. Për këtë arsye ka shfrytzuar muajin e Ramazanit e edhe këtë natë që nëse një njeri bën dua, duaja e tij mund të pranohet, por edhe mund të mos pranohet. Mund të pranohet me vonet, mund të pranohet pas shumë viteve. Mirë po duaja e melekëve, edhe e Gjibrilit, edhe kur ata na thuajnë selam, po ata nuk mbi ju, atëherë me na përfshin mëshira e Zotit neve, me na përfshin edhe pata të cilët e thonë me latët, atëherë të ta fitojmë lumturinë në këtë botë edhe në botën tjetër. Por në muajin e Ramazan, Gjibrili ka ardhur herën e fundit prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam, shpatët libra qiellor i ka prit Gjibrili, jo të një merat e tjetër. Mirë po herën e fundit ku ka ardhur Gjibrili në fytyrën e tokës, ka ardhur në momentin kur ja ka prit Kur'anin Muhamedit alayhis salam. Por jam që ka edhe raste specifike të veçanta, si të ka ardhur Gjibrili me ja prit Kur'anin Muhamedit alayhis salam, pra e kemi Gjibrilin në këtë muaj që vjen për ne muslimanët. Edhe pa përshim të netohem të një presim apo të nderojmë Gjibrilin i cili ka prit Kur'anin dhe i cili vjen të këne dhe për çdo çështje. Edhe na përshëndet me selam. E lutim Zotin e Madhëruar të Gjibrile dhe me lavdë të lutit për neve, dhe mëshira e Zotit të na përfshin edhe me lavdë të lutit për neve. Po kur ka ardhur Gjibrili dhe Muhamedi alayhis salam, kur ka qenë në kodrën Hira, dhe kur i thot Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, nuk i ka thënë lexoje vetëm Kur'anin, o ka thënë lexo me emrin e Zotit tënd. Kjo do të thotë se Gjibrili edhe neve na thot lexoni me emrin e Zotit të juaj. Shkencat shoqërore, shkencat natyrore, sepse kjo botë e cila është kriju për juve. Dhe natyra e cila nuk flet është Kur'ani, ndërsa Kur'ani i cili flet, natyra e cila nuk flet është Kur'ani. Kështu që Kur'ani është natyra e cila flet, ndërsa edhe natyra e cila
Aisha radiallahu anha ka thënë, Muhammedi alayhi salam ka qenë Kur'an I cili ka ecër në fytyrën e tokës. E ne nëse dëshirojmë të pasojmë sunnetin e Muhammedit alayhi salam, ne duhet të jemi Kur'an I cili ecë në fytyrën e tokës. Në autobus, në rrugë, në tren, në tramvaj, në shtëpi, në familje, në çdo moment duhet të praktikojmë Kur'anin. Dhe kjo ka sunneti I Muhammedit alayhi salam. E pastaj duhet të vazhdojmë me çështje të tjera. Mirë, po cili ka qenë sunneti I Muhammedit alayhi salam? Muhammedi alayhi salam në momentin e parë e ka parë Gjibrilin në Hira. Mirë po, nuk ka vështirësi më të madhe se me e parë fjalën e Zotit në fytyrën e tokës. Por në të njëjtën kohë nuk ka edhe shpërblim më të madh se me e parë fjalën e Zotit në fytyrën e tokës. Atë emanet të cilët nuk e ka por kotër, qiell e ka por njeriu. Po prej atyre njerëzve e ka por musliman. E prej atyre muslimanëve jemi ne që e kemi filluar me e bartën këtë emanet të të rinj, të fëmijët dhe të generatat e ardhme. E nga kjo qartje Muhammedi alayhi salam ka shku dhe I ka thënë bashkëshortës së vet, Hatijës radiallahu anha, më mbulon me një çarshaf, më mbulon me një mbulon. Edhe pa kufar përshimi, Hatija radiallahu anha ka qenë mujtehidja e parë. Ka qenë edhe nana e muslimanëve, po ka qenë edhe në mbështetja e Muhammedit alayhi salam, por I thot o Muhammed, ty kur Zoti nuk të humbë, ti e ban lidhjen bashkësinore, ti nga atëja mundesh me ban diçka. E lish mundet me thanë se edhe ju në këtë vend, nga atëja, nga minus zero kemi fillu janë çfarë objekti të mirë, një shtëpi të Zotit në këtë vend e keni bërë që të drejton në qiell dhe me natën e qiellit e shohim këtë dritë e cila drejton prej këtij vendi. Mirë po Muhammedi alayhi salam kur është mbuluar, atëherë Gjibrili nuk e ka lënë në rahat. Zoti I madhëruar nuk e ka lënë në rahat Muhammedin alayhi salam. Dhe nuk e ka lënë të qenë. Edhe neve, feja islame nuk na le të qenë, nuk na le rahat. Duhet me e vazhduar bukën, duhet me vazhduar misionin, nuk duhet të ndalemi dhe me thënë pajtohemi deri në këtë nivel, deri në këtë pikë pajtohemi. Dhe ka thënë Gjibrili, prap I ka thënë ja eyyuhel mudaththir, kum fe anzir, o ti Muhammed I cili je mbulur, me mbulur, me një çarshaf, nuk ketë ka me ndejtën brenda çarshafit, por ti duhesh me dalë në rrugë dhe me ja tërhiqë vërejtjen të tjerëve. Dhe edhe ne e kemi për obligim nëse dëshirojmë të praktikojmë sunnetin e Muhammedit alayhi salam, me ja tërhiqë vërejtjen kujna në rënd të parë familjes tonë dhe akrabat tonë. Ashtu I ka thënë Zoti Muhammedit alayhi salam, wa anzir ashiratakal aqrabin. O Muhammed, në fillim I ka thënë gritu edhe këshilla tërheqja frejtën, po më së pari filloja prej parëfisit, prej familjen. Parlamentori Muhammedi alayhi salam në atë kohë e ka pasur vështirë me e thuar në
Islam, në fenë islame, edhe parëknisin e vetë, edhe i ka thirrur, ndërsa Aliu i ka besuar, mirë po, ata i vetë e Kulehevi nuk i ka besuar. E nuk duhet me thonë nëse në një antar i familjes nuk të pranon këshillën, ti me ndërprej këshillën të gjithë antarët të familjes, apo të gjithë parëknisit. Por duhet të vazhdohet. Dhe Muhamedi alayhi salam jo për një ditë, jo për një vjet, jo për 3 vjet, jo për 5 vjet, po 30 vite nuk është ndalë. Dhe brenda 30 viteve, vetëm një numër i vogël e kanë pranuar fenë islame. Por kur Muhamedi alayhi salam nuk është demoralizuar, kur nuk është të dëshmëruar, kur nuk ka pas pesimizëm Muhamedi alayhi salam. E nëse të shikojmë sunetin e Muhamedit alayhi salam, kur nuk duhet të dëshmërohemi për një punë të mirë, apo të demoralizohemi për një punë të mirë, apo të humbi vullnetin edhe motivin për një punë të mirë. Por suneti Muhamedit alayhi salam është me i dërguar proceset përpara, pra jetën përpara, edhe fenë islame me e pastryruar përpara, sikurse Zoti i madhëruar i ka thonë Muhamedit, na ka thonë neve, liyekuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas. Pejgamberi është shembull për juve. Pejgamberi është mosër për juve. Mos kërkoni mosër që tërpun për mos të Muhamedi alayhi salam. Mos merrni shembull që tërpun për mos të Muhamedi alayhi salam. Mos i merrni për shembull as artistat e Big Brother. Mos i merrni as sportistat. Mos i merrni të tjerë për shembull apo për mosër. Po për mosër ne e kemi Muhamedin alayhi salam. Wa takunu shuhada'a 'ala an-nas. E duhet të jeni shembull para njerëzve. Por gjithmonë kur e fillova ajetin edhe Zoti i madhëruar vetëm ka thonë innal ladhina amanu wa 'amilus salihat. Kur teoria pa praktik nuk ka vlerë. Do njëri i cili mundet në teori, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa huwa aladul hisan. Ka njerëz të cilët me fjalë të mira ju mahniti, ju befasoni. Qatë fjalë të ëmbla i thojnë, këshilla të ëmbla i thojnë, mirë po ato janë hasmit më të këqij. Ato janë gëndveshtarët më të këqij. Ato janë këshilltarët më të këqij. Pse nuk e praktikojnë atë të cilën e thonë. E sikurse teoria pa vepër nuk ka kufar vlerë. Pra teoria pa vepër nuk ka kufar vlerë. Njëtë është edhe vepra pa besim nuk ka kufar vlerë. Çdo vepër të cilët e bojnë pa besimin në Zotin, ajo vepër e jona është edhe dështuar. Sa thotë të jetë e madhe, e vlefshme, apo sa thotë të jetë e rëndësishme, mundet me pas do një vlerë në fytyrën e tokës. Por të Zoti i madhëruar vepra, pa besim në Zot nuk ka kufar vlerë, sikurse edhe fjalët pa teori nuk ka kufar vlerë. E rusë Zotin e madhëruar çdo vepër tonë të cilën ne e veprojmë, atë vepër të bojnë me bindje dhe besim të thellë se Zoti na pranon. Se edhe për muajin e Ramazan, të cilën e agjerojmë, Muhamedi alayhi salam ka thënë, ne ja falim gabimet atij i cili agjeron dhe
ka besim dhe bindje të Zotit se ja pranon atë rinë. Pra shikoni besimi me vepër dhe teoria me vepër, se kjo përsëritet në shumë ajete të Kur'anit Bismillah dhe unë e thash më herët, pasi që jemi në muajin e zbritjes së Kur'anit, jemi në muajin e Kur'anit, nëse dëshirojmë ta praktikojmë sunnetin e Muhammedit alayhi salam, në rend të parë ta zbatojmë Kur'anin. Po para të zbatimit të Kur'anit, ta mësojmë Kur'anin. Po para se ta mësojmë Kur'anin, të fillojmë leximin e Kur'anit së paku në muajin e Ramazanit. Ka shumë prej vëllezërve tanë, prej akallarëve tanë, prej nanave tona, të cilat thonë i kanë bërë disa vite dhe nuk mundën me lexu Kur'anin. Po Muhammedi alayhi salam 40 vite ka filluar zbritja e Kur'anit. Dhe ti, nëse i ke 50 vite, edhe 50 vite i ka zbrit ajetet e Kur'anit Muhammedi alayhi salam. Edhe 60 vite, kur i ka bërë Muhammedi alayhi salam, i ka zbrit ajetet Kur'anore. Dhe në ato vite edhe sahabët e kanë mësuar Kur'anin, kështu që leximi i Kur'anit nuk njeh moshë. Nuk është leximi i Kur'anit prej vitit të parë në shkollën fillore, apo në shkollën e mesme. Kur'ani mundet me qenë edhe prej moshës 10 vjeçare. Mirë po, çka ka thonë Muhamedi alayhi salam për leximin e Kur'anit? Zoti kur nuk është problem për leximin e Kur'anit. Krejt Kur'anit me lexu Zoti nuk është problem për leximin e Kur'anit. Po për shka ju është problem Zoti? Vetëm me u mundu e me lexu e Kur'anit Zoti është problem. Se për leximin ajo në bigarit i sa. Edhe ai i cili ten përstërsi në leximin e Kur'anit, me natët e arsyetojnë, me natët e përmirësojnë dhe me natët i ndihmojnë për atë i cili mundohet me lexu e Kur'anit dhe jo me lexu një fjalë, apo një ajet, apo një sure, apo të gjithë Kur'anin, po vetëm një shkronjë të Kur'anit ti me lexu i ke dhe shpërblime. E me lexu të Kur'anit ke miliona shpërblime. E Zoti i kanë madhruar me mëshirën e tij, pasi që e kanë zbrit Kur'anin, dëshiron që ummetin tonë ta shpërblej sa ma shumë me të gjitha mënyrat dhe me të gjitha veprat. Kështu që Zoti i kanë madhruar i ka thonë Muhammedit alayhi salam ngretu, lexo Kur'anin dhe nëpërmjet Kur'anit ti këshillon familjen, këshillon njerëzimin, të rihesha vërejtjen nga mëkatet, nga degenerimet, nga izyrtaria, nga pabesimi të tjerëve. Edhe pse Zoti i ka madhruar në ajet tjetër, i ka thonë se ti e ke për obligim fadhakkir innama anta mudhakkir falasta alayhim bimusaytir. O Muhammed, ti e ki për obligim, edhe o ti musliman ti e ki për obligim me ja tërheq vërejtjen. Dërsa nuk e ki për obligim me ja për të tjerëve. Ti nuk mundesh me ja imponu vetë të tjerëve, me një detyru të tjerëve, sepse nëse të dikush të pranon besimin në dhunë, të Zoti nuk pranon. Nëse i thua dikujt të mbysh, nëse nuk e thu shahadetin, dhe ti ai për shkak të frikës tënde thot ashhadu an la ilaha illallah, edhe largohet, Zoti nuk ja pranon atij shahadetin. Se ai ka thonë prej imponimit tanë, prej detyrimit tanë, se nëse do Zoti krejt njerëzimin e bankësit tanë. Po të dëshiron të Zoti nuk të kishte asnjë njeri në fytyrën e tokës i cili nuk do të pranonte fenë islame dhe nuk do të bëhej musliman. Por ti duhesh me qenë shembull
të tjerën me Kur'anin, me programin e Kur'anit, me zbatimin e Kur'anit. Dhe sunnet i Muhammedit a.s. është zbatimi i Kur'anit, edhe fillimi i leximit të Kur'anit, edhe mësimi i Kur'anit. Mirë po, do njëri prej neve thotë, vështirë e kam me mësu Kur'anin. Tjetëri thotë, vështirë e kam janë njerë për lejtët se ata janë, djali janë, baba janë, nuk të lërë parë. Mi pa, do të muslimani do të dërdu, jo, do të me gjithë forma, metoda, do të me shvendu kohë, do të me shvendu energi, do të me shvendu e çdo gjë për rrugën e Allahut, sepse do të kosh problem për punën tënde, o do të shpërblet për angazhimin tënd. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَى. Zoti shpërblet për mundin që ka pati, jo për punën të cilën të japi, se për punën ose po. Mirë po Zoti shpërblet që nëse fillon me lexu Kur'anin të kur mundesh me bërë një hapë. Por sot do shkruani atë të mësosh, përse të në shkruani Zoti ka dhënë shpërbime, do të janë 30 vite kanë kalu vëllezër. Brenda 30 vite muslimanët, kur nuk po them se nuk ka po dritë, sepse drita e tyre kanë katenë në zemrën e tyre, po kanë përjetuar bujtje fizike, varfëri, tortura, kanë shkuar në Abisini, janë hyrë prej Abisinisë, jo një ditë, jo një vjet, jo 3 vjet, po 30 vite të plota. Prej pas 30 viteve, çka ka ndodhur? Janë detyruar me shkuar në Medinë, kanë migruar. Pa cizme në këmbët e tyre, që zemina edhe pa o banka, këmbët zbasur, kanë shkuar në Medinë, pa ropa, të pasurit e kanë marrë. Kur kam shkuar në Medinë, atje vetëm e kam filluar jetën e re, po aty e kam bërë një shoqëri të re. Pra, e mësarë, Medinali, ata kanë qenë të cilët i kanë prit me ndërësinë më të madhe. Thotë se të një sahabe i Medinës e kanë dha pasurinë me sahabën e Mekës, më shumë se sa ne e ndajmë trashëgimi në mes vëllezërve. Ne musliman gjithmonë nga tërheqet në mes vëllezërve ndodhet kur të bëhet trashëgimia. Pse e ke bërë një armi më shumë, apo pse e ke bërë një shtëpi më shumë, apo një automjet më shumë, apo një banesë më shumë, pastaj tërë jetën bisedon me vetë. Dërsa sahabët e Medinës të edukuar për shkollës së Muhammedit a.s. për Kur'anit, atëherë Medinalitë e kanë morën të panjohurin musliman. Dhe i ka thonë, unë e kam të shtëpi, 50% është e jotja, 50% është e jotja. Pa kur farë kushti, edhe pa kur farë qëllimin, vetëm se kanë qenë musliman. Mirë po vetëm të përkujtoj edhe këtë vëllezër, pas këtij momenti vetëm ka ardhur pyetje, sikur se sot ju keni ardhur në migrim. Dhe pas që keni ardhur në migrim, atëherë çka ka ndodhur? Sot për shembull, ushtria ka të raste me ardhur me i luftu juve. A ju jeni duke i sulmu ato, apo ato janë duke i sulmu juve? 400 kilometra kanë qenë janë larg, pas kësaj Mekelitë e kanë përgatitur ushtërinë e madhe të asaj kohe, me deve, me kuar, me armatimin më të fortë të asaj kohe, edhe ne i mbyt muslimanët, e Muhamedi a.s. e ka bërë një lutje në këtë ditë të vetë ka thonë, kjo është një grup e vogël, këmbë zbasur, të muritur, dhe nuk kanë ushqim, por ti, o Zot, veçi ato, ti
ti o Zot mbroj ato, ti o Zot ushej ato, edhe atëherë do të ilat madhëruar, وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Zoti ju ka ndihmuar, ju ka qenë të dobët. Edhe ka dërguar melate, por Zoti edhe neve na dërgon melate, në na ndihmuar kur të jemi duke luftu, duke u angażuar në rrugën e Zotit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Por temën të cilën e foli më thash, janë fletë se është dhe model për neve. Është i balon që mos një shkove këtë tjetër e ka përgojë zëllëtin, e është sot është me këta dhe kontributet dhe veta si autori libra dhe përfyës, edhe fletë se ka model, sa hapët, pasaj i shoda dhe kemi model përdojmi, edhe më të rështë edhe njerë, pa e mberit shumë ta i filmër me namazin e tarabive, mund si është për njësën pisafit parë, për drejtuse, më do këtë prapë është një kada vada atje, fillojmë i projekton që kur njësim namazin nëse eventualisht shumë partit e koridor, isha preferuar të përgjëja një mërës dhe